sot në këtë ditë të shënuar është një ngjarje e rrallë, jo vetëm për mua, por për secilin nga ne. Pavarësisht se nga vjen, nga Berlini, nga Londra, nga New York, nga Athina, nga Vjena, nga Prishtina, nga Presheva, dhe nga Gostivari në Shkupi, po nga gjithë kudo që të janë është një ngjarje e jashtëzakonshme, është një emocion i madh. Dhe unë do doja të filloja pak me një shprehje të Matthias Claudius, një nga filozofët më të mëdhenj gjerman, që thotë: kush bën një rrugëtim ka dhe të tregoj. Të gjithë ne vim nga rrugë të ndryshme, të gjithë ne kemi të tregojmë. Një piktor flet se si ka kaluar nga një shtet në shtetin tjetër në makinë mbushur me piktura, me bojra brenda. Një kompozitor me pentagrame në mendje apo në letra. Një këngëtar me duartrokitjet e sallave moderne në Vjenë, në Londër, në Berlin apo diku tjetër, dhe një poet me një poezi të cilën e ka nisur, po e vazhdon në një udhëtim dhe po e përfundon në një libër të botuar. Të gjithë kemi në mendje, të gjithë kemi në vesh duartrokitje, të gjithë kemi në sy salla të mbushura plot, secili ka provuar për veten e tij, dikush tjetër që nuk ka provuar për veten e tij në këto konture, i ka lexuar për miqt, për kolegët, dhe unë do të tregoj këtu që mos zgjatem shumë vetëm për një përjetimin tim. Ka qenë fundi i maj të këtij viti dhe mua më desh diku për një projekt europian për Shqipërinë europiane të nisesha nga Athina për në Venecia. Kisha lexuar në medje që paviloni francez në Bienalen e Venecias prezantoi me një mikun tim, me një mikun tuaj, me një shqiptar. Franca kishte përzgjedhur atë që unë e quaj eksportin numër 1 shqiptar sot në botë, që është dhe kolegu juaj, që është miku juaj, një artist shqiptar i cili këtë vit pavilonit kishin bërë një shkëmbim në kuadër të 50 vjetorit të miqësisë të traktatit miqësi Francë-Gjermani, kishin shkëmbyer pavilonet. Gjermania kisha ardhur Franca, Franca kisha bërë Gjermania. Vajta në Gjardini, po kërkoja ku ishte paviloni, dhe aty pastaj pash pavilonin rus, pavilonin austriak, pavilonin anglez, dhe pak a shumë hye sikur të ishte një merkato, pak njerëz këtu, pak njerëz atje, dhe pash diku një grumbullim të madh njerëzish, dhe thash që ky duhet të jetë pavilon i rëndësishëm, dhe pyeta kush është, lexova që si për Anri Sala. Dhe thash, për këtë erdha, po qëndroja, vajta bleva një libër, që gjatë kohës e pash një radhë të gjatë, shumë të gjatë, dhe po lexoja librin derisa filloi shiu dhe njerëzit nuk iknin. Filloi shiu dhe mua më desh që kisha ardhur pa çadër, pa gjë, të merrja atë librin për të mbrojtur në momentet që lodhesha duke zgjatur kokën për të çadër aty kujt tjetër aty ngjitur, vura librin në kokë dhe pastaj mbas 2 orësh, 3 orësh dhe orën e 4 libri u shkërmoqi gjithë. Hyra, mora kohën, lexova të gjithë filmin për Ravelin, që miku ju kishte bërë, dhe në fund fare kur dola, pash Anri Salën me kuratorën. Fate më tha, po ti pse s'bëre një zile, tha, se kishe hyrë këtej nga mbrapa, jo i thash. Në qoftë se unë do të kisha hyrë këtej nga mbrapa, nuk do ta mbaja mend këtë histori. Unë e përjetova, çdo thot Anri Sala, prandaj të lutem Anri, je i ftuar këtu të përshëndetësh. Faleminderit Fate. Faleminderit për që na keni sjellë të gjithë dhe këtu, është një kënaqësi e veçantë, jo vetëm që kthehemi këtu, por edhe kënaqësi për të takuar ato kolegë, njerëz për të cilët kemi dëgjuar, por nuk i njohim personalisht. Pra është një mundësi se si kemi arritur në këtë pikë në vendin tonë për të njohur ato njerëz të cilët kanë shkuar në vende të tjera. Dhe te Holy Hotel Tiranës ishte bukur, po i thosha i mikut tim që duket pak si nëntori i tretë, sepse vinë njerëz si delegat. Vinë ata të Vjenës, ata të Berlinit, ata të Italisë. Çka do desha të thosha është që përveç falënderimeve, është që natyrisht të gjithë ndihemi mbase për më shumë nga dëshira, pak të obliguar për të bërë diçka ndihemi në këtë vend. Dhe në udhimet tona në mënyrën se si jemi nisur secili nga vullneti, talenti, sensibiliteti, po edhe ajo ngjizja që sjell vendi nga vim, kultura nga vim, marrëdhëniet njerëzore nga vim, kemi arritur të gjejmë atë vendin tonë. Dhe natyrisht ka qenë komplekse, për ca më e vështirë, për ca pak më e lehtë.
por prapë të gjithë e dim sa rëndësishme ka qenë që kemi arritur të gjejmë një vend ku kemi mundur nëpërmjet kompleksitetit të vendit, nëpërmjet pasurisë kulturore të vendit ku kemi shkuar, që na ka krijuar këto mundësi për të gjetur vetveten dhe pa haruar edhe nga kemi ardhur. Unë shpresoj që të gjithë ne kemi një mundësi, secili nëpërmjet mënyrës së vet, pak ca më të artikuluar, ca në mënyrë më të heshtur, të ndihmojmë që ky vend të bëhet si ato vende që na kanë mirëpritur në kuptimin e kontekstit, pra të bëhet një vend që njerëzit nuk kanë nevojë të shkojnë shumë larg për të gjetur mundësinë e zhvillimit të tyre. Në një film që kemi pas bërë bashkë me kryeministrin, me Edin Dami Kolori, mbaj mend që thoshe që ambicia dhe thelbi i projektit tënd politik si kryebashkiak i Tiranës në atë kohë ishte se si të zhndrohej qyteti, kryeqyteti i Shqipërisë nga një vend ku jemi të destinuar për të jetuar në një vend që e zgjedhin, që bëhet pjesë e zgjedhjes sonë. Natyrisht që tani ambicia është më e madhe, më ndërlikuar, ambicia është se si të kthehet i gjithë vendi në një vend që nuk është vetëm vendi ku jemi destinuar të lindur dhe ata që nuk kanë pasur mundësinë të largohen të destinuar për të jetuar, por edhe një vend që njerëzit mund ta zgjedhin dhe ne edhe ne mund ta rizgjedhim për të ardhur, për të treguar krijimtarinë tonë dhe për të dhënë atë pjesë të eksperiencës që kemi fituar, që edhe një herë është një përzierje, një ngjizje midis asaj nga ku jemi nisur dhe asaj çka kemi gjetur. Kështu shpresoj që të gjithë bashkë mund të bëjmë diçka më të bukur, vetëm në kuptimin estetik të fjalës, të bukurive, po edhe në kuptimin se si duke qenë kritik ndaj jetës, kritik në realitetit, mund të shndrojmë atë dhe mbi të gjitha si artistë ne gjithë kemi mundësinë ndryshe nga politikanët për të krijuar realitet. Dhe shpresoj që realiteti do jetë gjithmonë më i jetueshëm. Faleminderit. Unë thash që shumë e gjetën mundësi të vinin, disa të tjerë nuk e kishin këtë mundësi, i kishin agjendat e programuara, por mëndërisht e shpirtërisht gjenden këtu pranesh, dhe kam kënaqësinë t'ju përshëndes të gjithë juve në emër të Monela Jaos, Josip Gjipali, Teti Papavramjet, e shumë personalitetet tjera shqiptare të cilët nuk mundën do të vinin, por mëndërisht jam i bindur që janë këtu dhe ndoshta ata janë për salla tash nuk ka mundësi, po ndoshta filmimin do shikojnë nesër dhe jam i bindur që do të preken dhe do thonë pse nuk mund edhe unë të vija këtu në këtë ambient, në këtë situatë që po jetojmë sot. Kinemat janë të mbushura plot, filmat shqiptar po bëjnë jehon, kemi aktor, një prej të cilën do doja të përshëndeste këtu është Luli Bitri. Mirë më të gjithë, mirë bërë ma zoti kryeministër. Unë jam aktore, jam mësuar me skenare, kështu që shkruajta 1-2 fjalë. Sepse nuk është e thjesht të flasësh për vete dhe të tregosh pak a shumë atë rrugëtimin tënd. Së pari ju falenderoj që më keni ftuar këtu sonte dhe që jam pjesë e këtij grupi artistësh të suksesshëm në Europë e në botë. Kur mora emailin me listën e artistëve që kishin konfirmuar ardhin këtu, u gëzova, thash, ua, ide fantastike, më në fund shqiptarët, artistët e suksesshëm kthehen në Shqipëri. Jam aktore, jam emotive, edhe mund të emocionohem. Gjithsesi, jam e emocionuar që jam pjesë e këtij grupi artistësh. Disa prej jush kanë qenë burim frymëzimi për mua në fillimet e mia të hershme. Edhe më kanë bërë të besoj se gjithçka mund të arrihet, mjafton ta dëshirosh edhe të punosh fort. Ndoshta dikë e ka ndihmuar fati pak më shumë, ndoshta dikë pak më pak, por mendoj se ajo çfarë ne kemi të përbashkët me njëri tjetrin është dashuria. Dashuria për artin, disiplina edhe këmbgulja. Edhe duke qenë se të gjithë vim nga një eksperiencë në një vend të huaj, mendoj se e dim shumë mirë se çfarë do të thotë vështirësi edhe këmbgulje. Unë ndihem me fat, në fakt, sepse bëj atë çfarë dua më tepër të bëj, aktrimi. Aktrimi për mua është shumë domethënës, është vetjeta. Është përveç se një mënyrë të shprehuri, është bërë edhe një stil jetese. Unë jetoj shumë mirë duke jetuar në lëkurën e personazheve.
Edhe jam shumë e lumtur për këtë, por akoma më e lumtur jam kur jap zë atyre personazheve që nuk kanë mundësi ta bëjnë vetë. Kur aktroj futem në një dimension që më lejon ta shoh botën ashtu siç dua unë, larg vulgaritetit, larg kaosit botës. E pranoj që më ka ndodhur që edhe të lodhem duke u përpjekur, duke tentuar që të prek kinemat apo teatrot botërore, europiane, se botërore nuk kam arritur akoma. Ndonjëherë ka ndodhur që kam pyetur veten, mos ndoshta ishte më mirë të rija në Shqipëri, ndoshta këtu do kisha një vend të sigurt, kam menduar ndoshta edhe për një rikthim. Por realisht nuk jam shkëputur përgjithmonë nga Shqipëria, sepse jam kthyer, kam punuar si në teatr dhe në kinema. Por jam kthyer për të përjetuar atë kënaqësinë që ndjen një aktor. Për një aktor është thelbësore gjua dhe për kënaqësinë e të interpretuarit në gjuhën tënde. Për kënaqësinë që ti di se ke dëshmimtar, njerëz që më njohin që të vogël, kanë njohur ëndrat e mia, përpjekjet e mia për të ecur përpara dhe gëzohen bashkë me mua për këto arritjet e mia të vogla, le të themi. Ajo çfarë doja të thoja, ndoshta nuk e di se sa e rëndësishme është. Më falni. Doja të thoja këtë, që kur jam kthyer shpeshherë në Shqipëri me atë pasionin prej fëmije e kanë cilësuar disa, shpesh ky entuziazëm është shuar sepse atmosfera që kam gjetur ka qenë pak deprimuese. Më është krijuar përshtypja se arti është një pretendim i tepërt. Kështu që jam rikthyer sërish me një valizhe në kërkim të fatit tjetërkund, por pikërisht në këto momente ndoshta duhet ajo forca e madhe për të vazhduar të ndërrosh. Por nga eksperiencat që kam me këto pak punë dhe gjëra që kam bërë, si mos të mundem të ndërroj dhe të vazhdoj dhe ndoshta të synoj akoma më lart, kur në festivale botërore shkon filmi shqiptar dhe për krahëmëri tim është aktore shqiptare. Kur sallat e kinemas mbushen plot me spektatorë europian dhe duar trokitet pafund, si mund të mos të ndërroj që kulturën shqiptare ta çoj edhe më tej? Unë po provoj. Nuk është e thjeshtë. Jam shumë e lumtur që sot jam e ftuar këtu dhe që mundem të takoj artistë nga afër. Edhe ndoshta, nuk e di, më jep një lloj ndjesie që vendi po jap krahët dhe ne mund të kthehemi një ditë të punojmë të lumtur këtu, ndoshta të fluturojmë sërish. Faleminderit. Shumicën për ju unë i njoh, ja u njoh punën, ja u njoh bëmat, siç e themi. Sa herë që nisemi në për aeroporte, dhe sa herë që mundohem të ngjitem shkallët, më kujtohet Adrian Paçi me të famshme fotografi se njerëzve që presin avionin që ndoshta nuk do vi, ose është me vonensë. Por tashmë, unë do të drejtojmë dikujt që na ka mbledhur këtu, erdhi një iden. I nderuari zoti kryeministër, i dashur mik, i respektuar i koleg, unë personalisht falenderoj që erdhe në iden të këtij takimit sotshëm. Këtu në hall takova dy miq të ardhur nga Gostivari, nga Shkupit, i cili më thatë, ju jemi njohës që erdhët, u kujtuat për ne, sepse për neve nuk e ka vrarë njeri mendjen deri më sot. Dhe unë të falenderoj që pikërisht këtë ditë fest kombëtare t'ia kushton artit, kulturës, eksportit shqiptar që e quajon numër 1 në botë. Janë këta dje me vajzat të cilët, e këta burra, këto zonja, familjet e tyre të cilët ju mungojnë për kohë të gjatë kohës organizimeve dhe të shfaqjeve të tyre, të cilët ja u ka mundësuar këtyre djemve dhe vajza, këtyre zonja dhe zotrinve të përfaqësojnë një Shqipëri ndryshe, larg nga politika. Unë jam i bindur që shumica nga këta aty në vendet e tyre her pas here jedhin syt Ballkan Webi dhe gazetën Tema dhe shikojnë, po mirë, si ka mundësi, thotë, që ky vend nxjerr vetëm koktrash ose kokmushka, të cilët nuk na kanë sjellë ndonjëherë që të jemi dhe ne siç janë këta
në Francë, në Austri, në Gjermani. Por shpresojmë, urojmë që kjo ditë të jetë fillimi i mbar e një rrugtimi ndryshe, e një rrugtimi drejt Shqipërisë europiane, dhe të falenderoj që ditën e sotshme, ditën e parë që unë për mendimin tim e quajmë rikthimin e shpirtit Shqipërisë, i shqiptarëve të Aratisë, o shpirtërisht të përbot, ja u dhurove do t'i tregosh strategjitë dhe vizionet e rilindjes europiane shqiptare. Faleminderit. Që është e vështirë të flasësh mbas Fate Velajt, unë e kam ditur gjithmonë. Po që të flasësh mbas Fate Velajt dhe t'ju flasësh kaq shumë të ngjashmëve të Fate Velajt, kjo është vërtet një ndërmarrje e vështirë. Në fund gushtit, pastaj mos gabohem në 30 dhjetor, unë pata një takim të parë, pastaj një dytë, në fillim me shumë pak artist dhe me shumë arkitekt, kryesisht huaj, ardhur të gjithë nga jashtë, pastaj me një grup artistësh të mëdhej të skenës artit bashkohor sot, me cilëve ishte dhe Anri, që unë falenderoj nga zemra, sepse për të është jo vetëm nëntori i tretë, po dhe rruga e tretë brenda 3 muajve këtu në Shqipëri. Por pavarësisht nga këto takime, asgjë nuk ka ndryshuar dhe asgjë nuk është lehtësuar në barrën e emocionit tim për i qenies si kryeministër para artistëve. Tani, a vjen kjo nga që unë do doja të isha mes jush si njëri për jush, apo vjen kjo nga që ju, pavarësisht se jeni ngjitur shumë më lart se sa unë, me gjithë gjatësinë time, që jam thjesht kryeministri i një vendi të vogël, si vendi ynë, dhe prap se prap vini këtu për të qenë me mua, nuk e di, base të dyja nga pak. Por është e sigurt që unë ndihem shumë mirënjohës. Dhe nuk mundem veç se ta rifilloj njësoj si në 2 takimet e tjera, me ato që më përgjithësi në komunikimin e përditshëm dhe zakonshëm politik e bëjnë në fund, që është shpreha e falënderimit për prezencën tuaj shumë të çmuar sot këtu, në përgjigje një ftese që është pjesë e një apeli të madh të Shqipërisë dhe që modestisht ne po e bëjmë në emër të Shqipërisë, si shprehje e nevojës për talentin, për aftësinë, për eksperiencën, për pasionin, për dashurinë dhe për ndihmën tuaj. Para pak ditësh në këtë sallë ishim me një grup mjekësh të diasporës re shqiptare, bashkëmoshatar tuajt, me që është edhe Zamiri këtu bashkë me Valerin, mund të them dhe tanët, se ne pak më thyer në moshë se shumica për jush. Dhe dëshira jonë është që ky apel të përfshijë edhe të tjerë. Dhe duhet ju siguroj që për nga ana ime, për nga ana e qeverisë sonë, më vjen keq që këtu sonde mungon Ministri e Kulturës që me shumë pasion u angazhua në realizimin e kësaj ideje për shkak të humbjes së babait të saj dje që i detyron ritualin ton shqiptar të pritjes njerëzve në shtëpinë e nënës mbetur vetëm. Duhet ju siguroj që ky takim nuk është një qok, por është përpjekje për të krijuar një vazh takimesh në një hapësirë të re dialogu që
ne duhet të vendosim për atë që unë dhe quaja me plot gojën bashkëqeverisje kulturore. Duke synuar të japim politikës sonë kulturore sa më shumë nga mendja juaj, dhe sigurisht edhe jetës sonë kulturore sa më shumë nga zemra juaj. E di që shumë ndër ju edhe kanë ardhur në Shqipëri, edhe kanë dalë në skenë, edhe kanë ekspozuar në mure sallash apo në hapësira të vëna në dispozicion, edhe kanë qenë prezent kur veprat e tyre të bëra gjetë, të duart orkitura gjetë janë shfaqur këtu, por di po ashtu që dhe im sot për shumë arsye dhe pa bërë me faja skënd, nuk është bërë një përpjekje për të nxjerrë një përfitim të përbashkët nga ajo që gjithmonë më shumë formësohet brenda secilit për jush di diçka të vogël rreth kësaj, sepse dikur kam qenë unë një artist në emigracion, formësohet si nevojë për t'i kthyer vendit diçka. Dhe më kujtohet një moment i bukur i një piktori shumë të madh, Salvatore Dalis, kur i dhan titullin antar i Akademisë Shkencave të Arteve në Francë, përballë një salle që e priti me pompozitet të madh, i cili tha, ju të gjithë tha, jeni këtu për të ndartrokitur mua, po askush nga ju s'më hyn në sy, tha, se gjithmonë në këto raste mua më shkon mendja, a më mbajnë mend ata pleqt e fshatit tim. E sikur tjetë vërtet që më mbajnë mend, e lëre pastaj tjetë vërtet që thonë ndonjë fjalë të mirë për mua, s'ka asgjë tjetër që ma jep kënaqësinë e këtij fakti. Unë kam një ide, apo mbase më sakt një shpresë, ose më mirë akoma një ëndër, se ç'rezultate mund të kenë, apo duhet të kenë këto takime, përveç kënaqësisë së paçmuar që jemi bashkë, e cila besoj është edhe kënaqësia çdo kujt që sonte na sheh bashkë përmes ekranit. Jo mua në fakt, se mua më shohin për ditë dhe zorë se fjala kënaqësi gjen dot vend për mua, po me siguri për ju po. Dhe mbase fakti që ju jeni këtu, sepse unë, qeveria jonë, ju ka thirrur për ta kremtuar ndryshe festën e Shqirimit në këtë pallat raste të rralla ku në fakt protagonistët kanë qenë gjithmonë ose partizan, ose gjerman, ose politikan. Por sot janë artistë, si asnjëherë tjetër, dhe kjo është pjesë e një kënaqësie të madhe. Dhe lidhur me atë që po thosha, idenë, shpresën, ëndrrën, i kujtoj të gjitha takimet për të. Njerëzit flisnin për shpresën e një ngritje ekonomike. Madje mendova se ata njerëz besojnë në prrallat me magji. Nëse i shkon mendja se një ndërtesë mund të bëjë gjithë këtë. E pastaj miliona euro, impakti social, e me radhë, i a thoshte këto Frank Gehry, arkitekti i Guggenheimit, për takimet që e pararendën ndërtimin e muzeut të ri në Bilbao, ose ndryshe shkaktarit të efektit Bilbao, si që nënvizon intervistuesi, një gazetari të Financial Timesit. Dhe efekti Bilbao është tani më
një term global i rigjenerimit nëpërmjet kulturës. Është efekti i një muzeu të ndërtuar në vitin 1997 në një qytet praktikisht në krizë ekonomike dhe sociale dhe pas një rrugdalje në horizont që, siç e dinë gjithë tani më, u kthye në shembullin konkret një transformimi ekonomik dhe social, po edhe rrënjësisht intelektual të një vendi tërë me anë të një ndërhyrje të artit dhe të kulturës. Sigurisht nuk e o përmend të shembull tu për t'ju treguar juve diçka të re, po për të nënvizuar se unë hy tek ata që edhe për shkak të efektit Bilbao dhe njerëzve si Frank Gehry apo si ju të gjithë, besojnë se me ndërhyrje artistike, në hapësirë dhe në kohë, mund të vinë transformime nga një herë rrënjësore brenda një shpirti apo dhe brenda një territori të tërë. Besojnë tek magjia e kulturës apo të prallat me magji të artit. Me magjinë e kulturës dhe të artit si mënyrat më efikase për të krijuar mjete aty ku mjetet duket sikur nuk ka. Për të shpejtuar zhvillimin aty ku ai duket si detyruar për shumë arsye të kuptueshme dhe të pakuptueshme të vijë ngadalë, si më përtes. Për të tjetërsuar mendimin aty ku ka nevojë për shkëndija që ndezin ide dhe për ideve pastaj ngjizin vepra. Për të bërë të prekshme të nesërmen, aty ku ka nevojë për spektrin e një tjetër bote që ndoshta nuk arrihet dot kurrë, nëse nuk beson tek magjia e kulturës dhe e artit vet. Asaj abrakadabra si të shkliron magjinë transformuese nga puqja e talentit njeriut me pasionin për vetë njeriun, unë i kam besuar gjithmonë. Dikur si pjesëtar i botës së artit në cilën njeriu njihet më mirë se askund me atë reaksionin zinxhir të ideve dhe të ndjesive që e vën lëvizje ndryshe të gjithë hallkën e të menduarit të tij. Por i kam besuar dhe si drejtues, aty ku njeriu ndjen më fort se askund ndoshta presionin e përleshjes vazhdueshme mes asaj që duket si e mundshme dhe për këtë arsye dhe e parrezikshme, dhe asaj që duket si e pamundur, por dhe për këtë arsye tërheqëse. I kam besuar të them drejtën edhe si politikan. Aty ku shihet ndoshta më mirë se askund përplasja e vazhdueshme mes përllogaritjeve të vogla që dikton tërheqja magnetike e pushtetit dhe pasionit të madh për njeriun që dikton nevojën për ta vënë pushtetin në dispozicion të njeriut. Por i besoj dhe sot, kur më ka rënë bara, po më zhdon edhe një privilegj shumë i madh për drejtuar vendin tonë përbashkët, ku fatkeqësisht rrihet akoma shumë helm që mpin shpresën, po ku ka vërtet vazhdimisht shumë burime energjie që ushqejnë ëndrrën. Jo ëndrrën time, po ëndrrën e qindra dhe mira njerëzve, të cilëve pak është që t'ju sose durimi prej fitoreve të lehtat për llogaritjeve mbi pasionin, prej sfilitjes në një përleshje të vazhdueshme mes lehtësisht mundshmes për disa dhe të pamundurës padrejtësisht për shumë tjerë, prej mungesës atij reaksionit zinxhir të ideve që pastaj
ngjizin vepra që pastaj krijojnë kulturë bashkëtese. Por këtu në këtë audiencë besoj se më lehtë se askund mund të kuptohet nevoja për ta mbajtur ndezur dhe për ta kthyer në forcë krijimi hapësirash të reja që pastaj të krijojnë atë efektin zinxhir të ideve që vënë lëvizje projekte dhe që vënë lëvizje krijimin e veprave të gjithllojshme, jo thjesht atyre kulturore apo artistike, atë që ishte shkëndia që i dha jetë një momenti shumë të bukur ndryshimi në 23 qershor. E këtu nuk dua të flas për ndryshimin e kahjeve politik, po për nevojën për ndryshim që populli arrin në moment të caktuar ta materializojë përmes mundësisë që politika jep për ta bërë këtë. Dhe jam i bindur se mund ta bëjmë në shumë mënyra. E di që nuk mund të arrijmë shpejt, e di që nuk mund ta kemi menjëherë impaktin e dëshiruar nëse nuk mbështetemi fort tek fuqia e ndërmarrjeve kulturore, e iniciativave, kanë fjalën, kulturore. Jo detyrimisht në formën e objekteve të prekshme, por të një zinxhiri iniciativash, projektesh, nismash artistike bazuara në ide të reja që sjellin prurje të reja, pa nevojën e buxhetit të mëdha, që prodhojnë shembuj dhe arsye për të besuar tek historitë e suksesit. Fatja ju referua asaj që me siguri ka të drejtë. Bën çdo kush ndër ju, kush më shumë e kush më pak, që në mbrëmje vonë klikon për të parë ç'bëhet andej nga vendi ynë. Dhe unë do të referohesha për të thënë se në këtë vendin ton kemi nevojë për të vendosur një ekuilibër të ri në sytë e gjeneratës së re në radhë parë, në raport me heronjt. Kush janë heronjt e ditëve tona? Sot për sot, fatkeqësisht heronjt që kanë uzurpuar pjesën më të madhe të pamjes janë ata që prodhon politika. Dhe aq e vërtetë është kjo sa që edhe kur janë të mirë, se nuk janë të gjithë të këqij, padyshim, duken sikur s'janë dhe aq të mirë, madje duket sikur sa do të mirë të jenë, boll se u ngopën. Ndërkohë që heronjtë e tjerë, ata që në fakt janë mishruesit e historisë të suksesit, që shërbejnë për t'ju thënë të rinjve se po, asgjë nuk është e pamundur. Se po, mund t'jesh një vajzë apo një djalë me një mbiemër krejt të parëndësishëm dhe mbiemri yt pastaj mund të shkëlqejë nga lavdia e fituar me shumë sakrifica, ata jeni ju. Janë artistët shqiptarë që pavarësisht vështirësive të panumërta dhe pavarësisht nisjes si krejt anonim dhe pa asnjë përkraje në mes një bote shumë të madhe, ja kanë dalë që ta vendosin emrin e tyre aty ku emri duket dhe lexohet. Jo nga pleqët e kafenes fshatit, po nga audienca të tëra që respektojnë përulësisht historitë e suksesit. Janë sigurisht sportistët, padyshim, edhe ata.
Janë sigurisht sipërmarrësit, padyshim, edhe ata. Por besoj që është e mundur që së bashku të krijojmë kushtet që në harmoni me të gjitha agjendat e mbi ngarkuara, aktivitetet e panumërta, ekzigjencat që i marrin frymën gjithkujt, ndër ata që jetojnë për ditë me stresin e madh të suksesit, siç jeni ju, të gjejmë vend, një vend vogël për gjatë harkut të gjatë një viti për të sjellë këtu kontributin e historisë suksesit, e shembujit suksesit. Dhe për t'i dhënë mundësinë atyre që me siguri do t'jenë nesër ambeta e gjeneratës tjetër, apo Arturi gjeneratës tjetër, apo të tjerë me radhë, që ta prekin që sot, duke ju prekur juve nga afër, duke prekur punën tuaj nga afër, mundësinë e realizimit të ëndrrës tyre. Dhe jam i bindur që nëse ne arrim të jemi kreativ për t'i dhënë jetë kësaj bashkëqeverisje, mund ta çojmë një hap të rëndësishëm më tutje, përpjekjen që jo vetëm të prodhojmë më shumë kulturë dhe më shumë art, por edhe përmes kulturës dhe artit të prodhojmë më shumë energji pozitive dhe më shumë vend për shpresat dhe për ëndrat në këtë vend. Jam i bindur që nëse ne mund ta hedhim këtë hap dhe mund ndikojmë bashkarisht që këto energji pozitive të shumëfishohen, ajo pjesë që është pjesa e vështirë e bisedave tona këtu në Shqipëri, që lidhet me varfrinë, që lidhet me kufizimet e buxhetit, që lidhet me pamundësinë për të menduar alla grande duke parë efektin Bilbao, është e kapërcishme. Dhe me qëra fjalët e këto vështirësi duhet ndaj me ju një moment në konfidencë se jemi midis nesh këtu. Edhe me ata që na shikojnë. Që lidhet me një aktivitet ku unë isha i ftuar për të marrë pjesë, është një aktivitet që zhvillohet në një rrjet botëror fjalim mbajtësish, dhe ku pastaj fjalimi që mbajta kaloi në website-in kryesor të TED Talks dhe pastaj doli në rangun e fjalimeve më të zgjedhura të vitit, duke diskutuar me disa nga organizatorët që u interesuan pastaj të shikonin të tjera fjalime, aq pak sa unë kisha në dispozicion për t'ia uçuar në gjuhën angleze. Më thanë që dikush prej tyre më tha, duket tha pak si mungesë transparence ndaj publikut, që fjalimet e tua nuk kanë shumë shenja të vështirësive që kalon vendi yt, vështirësive ekonomike, vështirësive financiare, vështirësive sociale. Dhe e quanin këtë transparencë, mungesë transparente e publikut si një defekt që pas ka i pasur dhe Kennedy, madje edhe Obama, cilët i sollën si shembuj që duhet thonin më pak dhe duhet bënin më shumë. Ndërkohë që ajo që unë mendova dhe që thash në ato diskutim interesant dhe duhet ta ndaj me ju sot, ishte se
në fakt i mohonin rëndësinë fjalës në një botë tekst ku pasqyrohet mundi dhe përpjekja. Në një botë tekst ku mund llogarisësh me siguri shumë çka nuk kanë arritur këta njerëz, si ata që përmenda dhe që janë vite drite larg për nga madhështia e tyre si orator, por ku nuk mund, vështirësisht mund të llogarisësh çfarë transformimesh të brendshme ka sjell shpresa që ata kanë përçuar përmes fjalës tyre dhe sa kjo shpresë ka bërë të mundura jo vetëm në vendin e tyre, por edhe përtejt vendit të tyre gjëra që janë dukur të pamundura. Ka një fjali të thënë në një moment kur vetëm poezi dhe asgjë tjetër mund dukej nga presidenti Kennedy. We choose to go to the moon. E më pas, vajtja në hënë u kthye në rutinë. Duke i falenderuar miqt për diskutimin, ju thash në fundit ne nuk po kërkojmë të shkojmë në hënë. Dhe ajo për cilën unë flas dhe për cilën ne flasim është jo vetëm e mundur, por diçka që është normale. Jo vetëm në vendet e mëdha, por edhe në shumë vende të ngjashme me vendin tonë, me Shqipërinë, për nga madhësia, për nga mundësitë, ku ndryshe është jeta kulturore, ndryshe është jeta artistike, ndryshe është trajtimi i artistëve. Dhe kur flas për trajtimin, flas në radhë parë për respektin. Se të paktën besoj se asnjëri ndër ju nuk pret nga Shqipëria një trajtim më të madh se sa respekti i shprehur në formën e atij thashethemit të pleqjve dhe kafeneja e fshatit. Flas për thashethemet e mira. Se me siguri keni dhe nga ato që ju vinë edhe atje ku jeni në formën e llafeve që emo që i duket veti ati. Ose asaj. Pa dashur të zgjadhem duke qenë se kjo është vetëm pjesa e parë e kësaj mbrëmje, unë dua realisht t'ju them se ne jemi shumë të predispozuar. Predispozita nuk është e gjitha, është vetëm baza mbi cilën mbase së bashku mund ndërtojmë diçka. Nuk kemi asnjë recetë gatshme që t'ja vëmë përpara dhe ju themi hajni ose lërini këtë. Nuk kemi as pretendimin se mund ta bëjmë gjë të tillë edhe pa ju. Kemi bindjen se ajo që ai ndushim që duam të sjellim në botën tonë të vogël të kulturës dhe të artit është i mundur dhe është i mundur vetëm nëse e bëjmë së bashku. Me ju dhe me plot tjerë që s'janë sot këtu, më kanë çuar letra, i falenderoj shumë, nuk kam pasur mundësi të shkruaj mbrapsh për pamundësinë e të qenit për arsye objektive apo edhe të tjerë që nuk e kanë marrë vesh dhe shpresoj që kjo të shërbej sot edhe që ta marrin vesh. Dhe mbase në 29 nëntorin e ardhshëm do jemi shumë më shumë akoma. Nëse deri në atë 29 nëntor ju që jeni këtu nuk do zhgënjeheni dhe do i lini tjerë të vinë që të zhgënjehen për 29 nëntorin e tretë. Ne ju kemi dhënë një shenjë. Nuk e di, a ka mbritur deri tek ju. 2 drejtorë të rinj të institucioneve tona kryesore i kemi zgjedhur mes qysh. Ja u kemi marrë nga gjiri juaj i komunitetit njerëzve të suksesshëm jashtë atë dheut dhe i kemi ekstraduar
gjysmë forcërisht Artan Shabanin edhe Ilir Kernin që sot drejtojnë Galerinë Kombëtare dhe Teatrin e Operës dhe të Baletit. Dhe i falenderoj gjithmonë për gatishmërinë për të marrë përsipër këtë sprovë, edhe pse në një kuptim ishin po aq rehat sa që jeni ju. Por në një kuptim tjetër, ajo pjesa që as ju e s'u lë rehat, ata i morin qafë edhe i solli tu. Dhe jam i bindur që duke i dhënë rëndësi këtij elementi, i kemi dhënë rëndësi në fakt më shumë se sa dy institucioneve. I kemi dhënë rëndësi krijimit të kushteve për t'u dhënë ju me shumë i konkret mesazhin që ne duam që ta çlirojmë botën e kulturës dhe të artit nga vandalizmi i përzgjedhjeve politike. Dhe duam t'i japim botës kulturës dhe artit mundësinë që të marrë frymë lirisht fal njerëzve të kulturës dhe të artit, duke qenë ne thjesht në mbështetje të tyre, po jo duke qenë ne në udhëheqje të tyre. Edhe diçka të fundit për të mos ju zgjatur, pasi dola shumë nga fjala e shkruar, që ka të bëjë me një nisëm të re të Ministres Kulturës, që unë vete konsideroj njërisi shumë të rëndësishme, për t'i dhënë rëndësi të posaçme edukimit artistik, jo edukimit artistik në kuptimin e liceut artistik apo të Akademisë Arteve, po edukimit artistik të fëmijëve, edukimit artistik të adoleshentëve, duke i kthyer institucionet ato që kemi të artit dhe kulturës në hapësira ku të bëhet edhe edukimi i tyre artistik përmes një programi të mirë organizuar, kontaktesh drejt për drejta me njerëz të sferës përkatëse, sigurisht edhe me didaktikën përkatëse, edhe me evenimentet përkatëse, dhe besoj që ndihma juaj në këtë aspekt do të ishte shumë e vyer, pikërisht për atë që thash më parë që shumë të talentuarve të vegjël t'ju jep mundësia që ta prekin nga afër dikë që jo thjesht flet për mundësinë e suksesit, po e bart suksesin në veten e tij. Ashtu si kundër i kemi dhënë rëndësi të veçantë edhe një nisme tjetër që është ajo e përputhjes kalendareve kulturore me Kosovën, për të pasur një hapësirë kulturore të përbashkët dhe për të mundur që të konsumojmë më shumë prodhim kulturor dhe artistik, brenda një hapësire që tani më kufirin e ka mendor, nuk e ka fizik, e ka si atavizëm të një kohë që s'është më. Sigurisht ka një kufi atje, po ka përcehet në shumë pak minuta. Dhe pjesë e kësaj e këtij kalendari të përbashkët është edhe dëshira për të integruar atë që mund të integrojmë nga aktiviteti juaj dhe i shumë tjerëve si ju. Duke dëshiruar që në fundit të integrojmë edhe vetë hapësirën shqiptare brenda hapësirës kulturore dhe aktivitetit kulturor dhe artistik spaku të rajonit tonë. Shqipëria nuk ka mungesë artistësh të mëdhenj. Me kaq sa jeni ju këtu, një vend tjetër do thoshte na dalin e na teprojnë. Ne kemi edhe të tjerë. Për masën tonë. Ne kemi një problem të krijimit të sinergjisë dhe të bashkimit, nuk po them të forcave se duket sikur po ju bëjmë një ftesë për zbor,
po të bashkimit të dëshirave dhe të mundësive për t'i dhënë një jetë të re botës tonë të vogël, kulturore dhe artistike, dhe për të mos qenë një domosdoshmërisht e nevojshme që të presim 100 vjetorin e çlirimit apo 200 vjetorin e pavarësisë që të kemi disa nga ju në një skenë ku salla është mbushur me politikanë dhe me ambasadorë të huaj dhe ku në fund ditës se ka marrë vesh asnjëri tjetër që ju keni ardhur, ndërkohë që nuk kuptohet se çka kanë marrë vesh ata që ju kanë parë. Pa dashur të vënë diskutim aftësinë e tyre për të kuptuar. Atëre sfundi unë them që sa do të flas unë, ju me pak fjale keni të qartë se ku e kam syrin. Dhe jam i bindur që sido që të ktheheni ju në aty ku jetoni, mbas sa mbrëmja apo mbas me siguri shmalljes nesër me familjen, me miqt, ne do të jemi gjithmonë këtu të gatshëm për t'ju mikpritur në çdo ide dhe në çdo nisëm, dhe po ashtu do të këmbgulim që t'ju nxisim që të mikprisni ndonjë ide apo ndonjë nisëm që mund t'ju vijë prej nesh. Pa dyshim që ju do t'jeni në fund fare edhe një arsye për të rimotivuar shumë njerëz të artit dhe të kulturës këtu. Profesorë të shumë kujt ndër ju deri dje, idhuj të deri djeshëm të shumë kujt këtu që ndjehen të tërhequr, jo pa arsye, kanë gjithë arsyet, apo të tjerë që ndjehen të izoluar. Zgjerimi i hapësirës tonë kulturore nuk është një problem gjeografik, është një problem shpirtëror dhe është një problem institucional. Tani, punët besoj kështu do t'i ndajmë. Ju keni barë këtë pjesën e shpirtit, ne kemi barë këtë pjesën e institucioneve. Dijeni që institucionet tona dhe vetë ne jemi në dispozicion me gjithsej të çdo dëshire të shpirtit tuaj për të lënë këtu sadopak nga ai pluri yjor me të cilin ju ka bekuar Perëndia apo natyra për kërës beson në Zot, duke ju bërë këta që jeni. Ju falenderoj shumë dhe për ju me shumë dëshirë kemi organizuar një surprizë mes kësaj pjese dhe pjesës tjetër të mbrëmjes, për cilën ja kemi lënë barën Artan Lames. Artan Lamen me siguri e keni parë në televizor si një gërnjar në mbrojtje të trashëgimisë kulturore, por sot është këtu si një njohës shumë i apasionuar i kësaj godine, që besoj pak nga ju, ose ndoshta askush, nuk e ka parë në gjithë hapësirat e saj. Ndërkohë që ne po mendojmë se si këtë godinë ta bëjmë të vizitueshme edhe për publikun e gjerë, sot në këtë natë të bardhë ku hapen shumë dyer në orë që gjithmonë qëndrojnë mbyllura, ne vendosëm që ta hapim tërësisht për ju dhe besoj që duke qenë ju të parët që e vizitoni si publik, do të na sillni mbarësi edhe për pjesën tjetër të publikut që ndoshta në natën e bardhë të 29 nëntorit tjetër ju do keni nevojë tani për fjalimin tim herës tjetër kur të vini. Dhe do gjejmë një vend tjetër. Kjo godinë tjetë
disponueshme për shumë nga ata që sot na shikojnë nga televizori dhe që mbas kësaj fundit me siguri janë bërë kurioz dhe ndoshta edhe pak xheloz. Faleminderit. Faleminderit zoti kryeministër, më mbërma të gjithëve. Kam dy siklete tani, para se duhet flas pas asaj që tha kryeministri dhe dyta se duhet ju flas njerëzve të artit për një objekt arti që bën akoma më të sikletshme, se realisht Pallati i Brigadave, po ta përdorim në emrin e vjetër Pallati Mbretëror, është një objekt arti i cili për fat të mirë ka ardhur deri më sot, ra këtu këne dhe ka ardhur deri më sot pak a shumë integral. Kryeministri më prezantoi me termin në lidhje me trashëgimin kulturore, por do të thoja që ky pallat nuk ka gati asnjë lidhje me trashëgimin kulturore shqiptare. Në kuptimin që nuk ka gati asgjë shqiptare. E kanë bërë të huaj, e kanë projektuar të huaj, e kanë sjell çdo gjë nga jashtë, duke filluar nga mermeri, nga mobilet, nga pasqyrat, nga pajimet, nga ato që ju do hani sot në darkë, gjithçka është sjell nga jashtë. Neve patëm vetëm fatin që ky meteor i elegancës së artit modern të asaj kohe ra në Shqipëri. Tani ose duhet, pra nuk ka lidhje me ne si meteori nuk ka lidhje me vendin ku bie. Ra këtu dhe e vetmja gjë që na mbetet ne të bëjmë është që ta ruajmë. Ta ruajmë dhe t'ia lëmë brezit tjetër me sikletë. Aman këtë objekt që nuk ka libër të arkitekturës italiane apo arkitekturës evropiane që flet për vitet për arkitekturën e viteve 40, racionalizmit monumental, e ka të gjitha ato në për libra, neve duhet që ta ruajmë që të mos na marrin për barbar. Siç marrin për barbar ata talibanët me atë që bën për shembull në Afganistan, duke hedhur në erë statujat, të cilat s'kishin lidhje me kulturën e tyre, por ato treguan barbar duke i shkatruar. Kemi dhe neve të bëjnë pamundur siç erdhi deri më sot t'ia çojmë brezit tjetër. Kjo e bën pasaj që këtu futet ai elementi pasaj që mund të themi që në këtë trashëgimi evropiane artisti është kozmopolit, artisti nuk ka nacionalitet, artisti është kozmopolit, pra ky objekt arti kozmopolit t'ia çojmë brezit tjetër në një Evropë gjithnjë më pa kufi dhe pa dallime nacionale. Tani ç'deshi këtu ky. Historia lidhet prapë me atë që ca e duan, ca e urrejnë, me lidhet me Naltmadhnin, me Zogun, i cili në vitet 30 tani bëhet, fillon të ndjej veten mirë, fillon të jetoj mirë, fillon të krijojë një shtet që pak a shumë qëndronte në këmbë dhe normalisht fillon të mendoj për një gjë që bota po vende në ekstremin tjetër, po hiqte qafe mbretërit dhe pallatet mbretërore. Ai mendon të bëjë një pallat mbretëror. Nga kjo pikpamje ky pallat është unikal në botë. Nuk ka pallat mbretëror tjetër në Evropë të ndërtuar në shekullin 20. Është i vetmi. Sepse ishte si gjithmonë ne jemi jashtë botës dhe jashtë revers, në kohën që bota po i hiqte mbretërit dhe pallatet dhe mbretërit që i kishin pallatet i fshihnin, që të mos binin sy, filluan të ecin mes njerëzve, dukesh sa më thjesht, në atë kohë na erdhi rradha të bënim pallat mbretëror. Por kjo e bëri unikal, sepse do ishte si një nga qindra pallatet mbretërore që ka bota. Pallati mbretëror i Stockholmit, pallati mbretëror i Parisit, ky ai janë pafund. Të tillë ky është unikal në botë. Dhe thelbi bisht është në stilin e racionalizmit monumental, që është në rang botëror pallati i vetëm në botë në stilin e racionalizmit monumental. Ka me 10 pallate mesjetare, ka me qindra të tjerë në rokoko, ka në barok, ka në rinascimento, ka në gjitha stilet. Neoklasik, gotike, çfarë të themun tjetër. Në stilin e racionalizmit monumental, është pallati i vetëm mbretëror në botë. Edhe prapë kjo gjë na ka rënë neve këtu. Dhe ju thoni tani që ne të mos e ruajmë, ose që neve të heqim vëmendjen nga ky objekt i artit modern të shekullit 20. Dhe në kulmin e kësaj gjëje, kur bota po shkëputej nga arti klasik,
nga Dekoja, nga përpjekjet e fundit të klasicizmit për të mbijetuar, nga Nuvoja, pastaj nga Dekoja, pastaj nga Tardo Dekoja, kur po del racionalizmi në skenë, modernia në skenë, modernia që është dhe sot në skenë, një arkitekt italian, shumë i famshëm dhe në Itali, jo vetëm për neve, pra Bosio, Gerardo Bosio, bën një sprov shumë të vështirë dhe nuk e bën me një objekt çfarëdo, pra për të bërë një moment një objekt ultra modern për kohën, dhe nuk e bën me një objekt çfarëdo, po guzon ta bëjnë pallatin mbretëror të mbretit vet. Kurajo jashtëzakonisht e madhe, sepse nuk dije çfarë do dilte. Bosio këtu përdor elemente që ishin akoma që quheshin si peripopolani, si për njerëz të zakonshëm, përdor kromin, pajisje të kromuara. Nuk përdor elementet nobile, nuk përdor arin, argjendin, gjërat e rënda, përdor kromin. Për shembull, këto dorizatu janë të kromuara, gjë që në atë kohë dukej si gjë e rëndomt. Ai fut gjithë ato gjërat moderne për kohën, përdor aluminin. Do shohim për salla ka elemente alumini. Alumini sot është gjë më e rëndomt. Atëherë ishte një gjë high-tech, të themi, i kohës, dhe ai fut këto elemente dhe i bën këto eksperimente në objektin më me zarar, që po të dilte keq, mbreti vet do ngryste vetullat dhe imagjinojë ç'do ndodhte mbrapa. Dhe kjo ndodh prapë në këtë, gjitha këto ndodhin në këtë pallat. Zogu e filloi, për fat keq siç ndodh shpesh në Shqipëri, që ai që e fillon nuk e mbaron, ai që e mbaron nuk e gëzon, ai që e gëzon ja marrin mbrapa. Edhe Zogu e filloi këtë pallat dhe ose më mirë filloi të blinte trojet, i dhan 2 vende, e solli italianët. Unë përgjithsisht jam shumë i kursyer në reklama për Zogun, por një nga të mirat e mëdha që i njoh atij si njeri ishte që ndoshta vinte për shkak të më falni për shprehjen, nuk e them për ta thyer, po të një lloj ignorancë shumë të madhe, por kishte nuhatin e fshatarit që gjërat si kuptonte, thoshte kush është usta për këtë punë, është italiani. Hajde ti italiani ma bëj. Qa do bëj gjandarmërin, kush është usta, janë nga anglezët, hajde ti ma bëj, nuk bënde gjë vetë. Pra madhështia e tij ishte që nuk bënde gjëra vetë. Siç është në shumë raste e keqja e politikanëve shqiptar, pa përfshirë ata që janë në këtë sallë, që përpiqen të bëjnë shumë gjëra t'i bëjnë vetë. Pra Zogu, në momentin që vendosi do bënte pallatin, tha, ku ta bëjmë këtë pallatin? Thiri më afër kishte Florestano de Fausto, që po merr me vilën e Durrësit në atë kohë, dhe ai i zgjodhi 2 vende. I tha ose në kodrat e Dajtit, aty ku është pak a shumë ato linza sot, ose këtu, i gjetën ai pan erat, pan diellin, pan ujërat, ku kishte këto dhe i dhan këto 2 vende. Dhe ai prap këtu hyri ajo e kaçakut vjetër, që tha në kodrat e Dajtit jam shumë afër me malet, andaj më vinë më kapin dhe s'do kem kohë tiki. Dhe zgjodhi, jo realisht, për të shakas me për këtë arsye, për zgjodhi këtë vendin këtu. Dhe për arsye se këtu kishte ca prona toptanësh që i kapte më kollaj. Dhe u vendos bëj këtu pallati, filloi të bëheshin projektet që bëri Florestano de Fausto, pastaj vuri Giulio Bertei, i cili është marrë me pallatin ku është sot në qytet, vila mbretërore në qytet. U morën këta të dy, por këta ishin të dy akoma arkitektë shumë të mëdhenj të kohës, por ishin klasicist. Nuk shkëputeshin dot nga maksimumi, shkonin deri ke Dekoja. Nuk shkëputeshin dot. Vjen në skenë, ndodh pastaj që në 38 Zogu martohet, edhe tha tani më duhet patjetër një pallat. Sepse rinte akoma aty ku është Akademia e Shkencave, ajo ishte një vjetërsirë e vogël, ajo erdhi kontesha hungareze që kishte parë botë me sy, i dukej pocaqi aty dhe patjetër duhet bënte pallatin, kështu që i dha më tepër energji historisë dhe këtu hyn në skenë pastaj sapo filloi, hyn në skenë ngjarja e madhe e pushtimit, që nga pikpamja ta lëm historinë më njan, tani historia është thjesht histori dhe të merremi thjesht me artin. Nga kjo pikpamje na solli mirë, sepse hyn në skenë Bosio, Gerardo Bosio, i cili ishte ultramodernist dhe heq dorë nga projekti klasicist i këtyre të tjerëve, që do e kishte bërë një vilë klasike, të rëndomt, të zakonshme. Ne do thoni prapë usa e bukur, se do kishim të vetme që kishim, por nuk do ishte unikale. Dhe Bosio bën atë që kishte ndodhur nëpër Evropë, që kishte filluar godinat moderne nga jashtë. Pra nga jashtë godinat ishin bërë moderne, racionale, të pastra, pa gjingla mingla klasike. Bosio e fut brenda në godinë tani. Bën godinën dhe nga brenda racionale, pa gjingla mingla. Për shembull, kjo pasqyra këtu mund ishte një pasqyrë klasike, plot me lulka dhe të thonim sa e bukur. Ai e bën racionale, bën heq çdo gjë të tepër dhe lë minimumin e domosdoshëm. Bën fut moderne brenda në godinë, një, dhe dyta gjë e madhe para se të lëvizim,
që këtu bën një element tjetër që fut elementin e dizajnit unitar. Pra, kjo mobilje e vën në një vil tjetër nuk shkon. Kjo mobilje është krijuar për të qëndruar këtu. Ky dizajni, një element, ky dizajn këtu është krijuar për të qëndruar në këtë sallë sepse lidhet me një dizajn që është përsëritet te kariket, jo këto karike, se këto vijnë nga kryeministria, po në kariket tjera, e kështu me radhë. Pra, përsëriten deri tek elemente të përdorimit të objektit. Pra, objekte që të hequra nga ky kontekst nuk rinë, ose duken të rëndomta, të vendosura këtu krijojnë një ansambël unitar. Bozi është marrë vetë një për një duke dizenjuar çdo detaj që nga godina, që nga arkitektura deri tek lugët e pirunjtë, pjatat e çdo gjë tjetër e pallatit. Dhe kjo e bën unitar dhe unikal edhe një herë tjetër këtë pallat. Pastaj fillon që të ulemi në tokë tani. Mbrapa kësaj dere duhet ishte, nga do e fillojmë dhe vizitën, duhet ishte është zyra ku do komandohej Shqipëria. Do thënë do ishte zyra e Lartmadhënisë së tij, i cili si tham nuk ekzistoi dot, dhe do u bëj zyra u dizenjua dhe u projektua si zyra e madhërisë së tij, mbretit të Italisë dhe të Shqipërisë dhe perandori i Etiopisë, Viktor Emanueli III. Dhe që këtej mendoj t'ju ftoj për të vijuar. Doja ta thoja në fund. Pra, pasi t'ju ngria në qiell, për t'ju ulur në tokë, do t'ju thoja këtë që tha kryeministri, i cili e kemi diskutuar një herë me të, duke folur për pallatin, pikërisht në këtë idenë e rishpëtimit të këtij objekti, nëpërmjet krijimit të një konsorciumi, ndoshta me njerëz që kanë mundësinë për të investuar në të, dhe arritëm në këtë përfundim, që ky është i vetmi, edhe kjo është prapë unikale, i vetmi pallat mbretëror në botë që ku nuk ka fitur asnjë mbret. Sepse, si thamë, ai që e nisi nuk e bitisi, Viktor Emanueli ka ardhur këtu dhe pallati është inauguruar në 10 maj të 41-shit. Kjo është ftesa e inaugurimit të pallatit, ftesa e pritjes që u bën në pallat në 10 maj, dhe sa ishte bërë sepse shpejt si çdo gjë prapë, edhe në këtë nuk ndryshojmë. Shpejt se erdhi mbreti dhe ishte i gjithë i lagështirë. Ishte maj, ishte akoma sa kishte dalë dimri. Viktor Emanueli kishte ja 30 ca vjet që vuante në Quirinales, edhe Quirinalja vetë ishte dhe vuante goxha nga romatizma, erdhi këtu ndonjë 2 orë filluan të dhimbnin kockat dhe fjeti poshtë në Tiranë, në vilën luogotenenciale në Tiranë, sepse këtu ishte e pamundur të flirë për shkak të egrasisë. Dhe kështu që ai nuk fjeti as natë këtu. Pastaj gërmova të gjea ndonjë mbret që ka ardhur këtu, ka ardhur në Sjanuku. Ka ardhur në 73-shin Sjanuku, po dhe Sjanuku kur erdhi këtu s'ishte mbret, sepse e kishin përzënë. Pra nuk erdhi mbret me kuror. Ndoshta nga baballarët, nga nëna tuaj mund kujtoni që llafi që doli atëherë që Monika Sjanuku lahej në një vask me qumësht, dhe ajo vaska është sipër. Këtu, kështu që edhe ky nuk ishte mbret kur erdhi këtu bashkë me Monikën e tij. Ndoshta ka një mallkima, ndoshta ky nuk është pallat, gjithë pallatet e tjera mbretore ku janë vrarë shumë njerëz, janë therrur, ka qoshe ku ka dalin thika e kështu, por është pallat ku janë marrë vendime për të therrur shumë të tjerë. Edhe kjo ndoshta e ka bërë këtë ngarkesën negative dhe me këtë fantazmën që tha kryeministri, që është një pallat ku nuk ka fitur asnjëherë asnjë mbret.